Historia e krokodilëve. Në një ditë të bukur me diell, një burrë dhe një grua vendosën të vizitonin një kopsht zoologjik i famshëm për koleksionimin e krokodilëve që mbante. Kopshti ndodhej në një zonë tropikale mes palmave, zhurmës së zogjve egzotik dhe një atmosfere aventureske që të ftonte të harroje çdo shqetësim të përditshëm. Teksa po ecin në mes të rrugicave të kopshtit bashkë me një grup turistësh të tjerë, ato mbarritën përballë një pishine gjigande me ujë të turbull, në të cilën notonin disa nga krokodilët më të mëdhenj dhe më të frikshëm që kishin parë ndonjëherë. Me nofulla të mëdha, dhëmë të mprejtë si thika dhe lëvizje të ngadalta por kërcënuese, kafshët duke sikur prisnin rastin e parë për të sulmuar. Pronari i kopshtit, një burr plot humor dhe gjallëri, vendosi të bëjë një shaka me vizitorët. Ai u kthye nga turma dhe tha me zë të lartë: "Kam një ofertë për ju. Kushdo që guxon të hidhet në këtë pishinë me krokodil dhe noton përtej duke shmangur krokodilët, do të shpërblehet me $100,000 në dorë." Turma shpërtheu në të qeshura. Ishte një ide krejt absurde. Askush nuk do të rrezikonte jetën për një shumë të tillë, sado e madhe që të ishte. Krokodilët ishin real dhe të rrezikshëm. Disa njerëz nisën të bëjnë shaka mes tyre, disa të tjerë nxorrën telefonat për të bërë foto, ndërsa burri e grua thjesht u pan dhe buzëqeshën me ndrojtje. Por pa pritur, një zhurmë e fortë përplasje dëgjohet. Turma ngriti zërin në panik. Një burr ndodhe në ujë. Ai po notonte me shpejtësinë më të madhe që kishte notuar ndonjëherë në jetën e tij. Jeta e tij ishte në rrezik. Njerëzit ishin tepër të habitur, ato u loritnin. Si kishte mundësi që për një grush para njeriu të rrezikonte jetën e tij? Ai notoi me të gjitha forcat. I shtyr nga frika, jeta e tij ishte në fije të perit. Disa prej krokodilëve u afruan, por fati ishte në anën e tij. Më në fund, ai arriti të dalë në anën tjetër i padëmtuar, i lagur kokë e këmbë me një frymëmarrje që i dridhe edhe sytë të zgurtulluar nga frika. Turma nuk po u besonte syve. Si arriti ai burr mes krokodilëve të dilte në anën tjetër? Megjithatë, duartrokitjet nuk pushonin. Sipas premtimit, pronari i kopshtit zoologjik të krokodilëve afrohet dhe i thotë: "Sonte në darkë do të takohemi në hollin e hotelit. Do të mbaj premtimin, do të jap dollarët." Burri, që ishte tepër i shokuar, nuk po arriti dot i përgjigje. Megjithatë, mas një pauze, më në fund tha: "Në rregull, do të shihemi në darkë." Ata shkuan në dhomën e tyre, pushuan disa orë e morën veten, dhe më pas, kur mbrëmja erdhi, vendosën të shkonin në hollin e hotelit ku do të takonin pronarin, i cili kishte vendosur t'i jepte $100,000 e premtuar. Hoteli ishte tepër luksoz. Ai i përkiste një nga miliarderëve të atij shteti. $100,000 nuk ishin asgjë për të përballë zhurmës dhe publicitetit që do të merrte ngjarja e krokodilëve. Ai do t'i dhuronte me shumë dëshirë për t'i bërë publicitet hotelit, kopshtit zoologjik të krokodilëve dhe bizneseve të tij. Atë mbrëmje, burri bashkë me gruan e tij vendosi të shkojë në hollin e hotelit. Ndërkohë, nga larg duket pronari i shoqëruar nga një ndihmës i tij, i cili mbante valixhen me shumën marramendse për $100,000. Pasi takohen, ai e përqafon burrin dhe i thotë: "Ajo që bëre ti është e pabesueshme. Unë të dhuroj $100,000 tani dhe të shpall një hero, sepse ti je një hero." Burri, i habitur, ngeli: "Jo, nuk jam hero", ju përgjigj. "Si nuk je? Si e gjete forcën? Ç'të shtyu të hidhesh? A nuk mendove për familjen tënde?"
Burri heshti për pak qaste, pastaj ngriti kokën ngadalë dhe me një buzëqeshje në buzë tha: "E vërteta është se unë nuk u hodha vetë, dikush më shtyu." Pronari i hotelit shtangu teksa pa sy djallëzor dhe në qeshjen e shtirur të gruas që shoqëronte burrin hero. Morali i historisë: në jetë jo gjithmonë janë heronjtë që guxojnë. Ndonjëherë ato shtyhen pa paralajmërim dhe zbulojnë guximin që kanë brenda vetes, kur është çasti për të mbijetuar. Por mbani mend këtë, nuk janë gjithmonë armiqt ata që ju shtyjnë në rrezik. Ndonjëherë më i rrezikshëm është ai që ju mban për dore. Kujdes kujt i besoni, sepse jo çdo dorë që ju shtyn në rrezik është e huaj. Të nderuar miq, kjo ishte historia me shumë domethënie. Do t'ju luteshim të bënit like, share dhe subscribe në kanalin ton për histori të tjera akoma më të bukura. Faleminderit për kohën tuaj të çmuar.